Në 2013, kur ka ardhur qeveria Rama, ka pasur një target group që kanë qenë mjekët, denonco mjekun. Pra ti hyje në spital, dhe gjën e parë që shikoj është denonco mjekun dhe atashonte mjekun si hajdut. Ishte shumë e rëndë në perceptimin social kur ti sa hije në një institucion ku ti do të mirje shërbim, dhe ti atakoshe me njerë që bluzat e bardha nuk ishin aty për shërbim, po ishin për të zhvatur. Kjo më pas vazhdoj me sistemin e drejtësisë. Dhe këtu ata shoheshin gjyqtarë caktuar që si pas narrativës politike përdoren i korruptuar, i bler, i shantazhuar. Më pas duhet kuptojmë që kaloj të klasa politike. Sot po të dalim dhe po t'i pyesim shqiptarët çfarë mendojnë për klasën politike, i ata shohin si hajdut gjithë. Kjo vjen edhe si pasojë e disa individëve të cilët nuk bajnë një filtr komunikimi të kujdesshëm. Pra, është gjykata ajo që vendos a je i korruptuar apo jo, dhe nuk janë as politikanët dhe as studiot me analistët dhe as perceptimi popullor, sepse na kthen në, do thoja, në vitet 45-90, ku bëshin gjykime popullore dhe vendosin sipas Oreksit. Duhet kuptojmë në anën tjetër, të paktën edhe për opinionin publik, që aktorët kryesor në politikën shqiptare, të cilët janë dhe zoti Rama, dhe zoti Berisha, dhe zoti Meta, ka një gjuhë shumë të ashpër kur vete puna në sistemin e drejtësisë. Secili sipas narrativës dhe regjistrave të vet politik, i shigjeton gjyqtarët apo prokurorët në varësi të Oreksit të vet. Dhe gjithë kjo, zoti Rama ka krijuar një koncept që perceptimi apo një frustim të shoqërisë kur gjendet përballë një vendimi ligjor. Dhe duke u krijuar ky koncepti që gjyqtarët janë të korruptuar, politikanët janë të korruptuar, mjekët janë të korruptuar, ne kemi ardhur në një degradim shoqëror që shpeshherë të çon në drejt në vetgjyqësi, fatkeqësisht. Dhe prandaj do duhet të kemi shumë kujdes në atë se çfarë krijojmë.